Rama është një armik I egër I shqiptarëve, I dashur mik. Sepse Edi Rama është kryeministri më anti-shqiptar, është I quajtur nga analist botror të famshëm gjerman, politolog dhe analist, si Pashiqi, si kryeministri më I mirë I Serbisë pas Pashiqit. Dhe e ka marrë këtë vlerësim për shërbimet jashtëzakonshme që I ka bërë Serbisë këto 13 vite dhe kundër shqiptarëve. Dhe askush nuk duhet të pres, ju lutem, që ne të bëjmë kopjen e tij në asnjë mënyrë. Ai është një person, por ne ama kemi luftuar me kurajo të madhe, kemi luftuar në kushtet më të vështira. Edi Rama është një armik, jo vetëm I kombit, po është një armik I demokracisë shqiptare. Shikoni që bën. Dekoron babain e tij xhelat. Në një sfidë të hapur ndaj mira shqiptarëve që ranë për të bërë të pavdekshëm genocidin komunist. Në Durrës I vën emrin një rrugët të xhelatit Tjatit. Këtu në Tiranë dekoron Tjatin. Në vend se të denoj me forcën më të madhe dhe të kërkojnë ndjes familjes Nela për firmën që ka vendosur Jati I tij, për vajrjen litar të një poetit talentuar dhe abdetar të pavdekshëm në veprat e tij. Me Edi Ramën nuk e ndjekim kur, ju e shifni, nga viti 2007 në vitin 2014, numri shqiptarëve në Shqipëri është rritur nga vitin vit. Nga vitin 2015 deri në vitin 2024, 47% e shqiptarëve janë larguar nga Shqipëria. Janë larguar 2 ose 3 herë më shumë se nga Kosova, në zbatim të platformës Çubriloviçit. Kjo është arsyeja, ju keni të drejtë, ato që ai ka bërë janë të vërtetë, ato janë anti-shqiptare, kurse ne jo. Ne e mbështesim, por ne çfarë kërkojmë? Ne kërkojmë që ky të jetë një proces në lobim, një proces në merit dhe jo në lobim korruptiv siç e bën ai. Duke paguar këte ose atë dhe duke bërë të kundërtën e asaj që kërkohet në standardet dhe kriteret të antarësimit. Greta Beqiri, zoti Berisha, kur shohim që në disa emisione televizive poftohen figura si Mirlinda Karçanaj dhe Belinda Balluku, të cilat përdorin hapësirën publike për të mohuar akuzat pa u përballur me pasoja konkrete, a mendoni se kemi të bëjmë me një normalizim të justifikimit publik të skandaleve? Apo kthehen këto dalje mediatike në një lavatriçe imazhi për zyrtarët e akuzuar? Dhe sa e dëmton kjo, sipas jush, transparencën dhe llogaridhënien reale ndaj qytetarëve? Faleminderit Greta. Spari kjo është një dëshmi e tmerrshme e kriminalizimit të mediave të kontrolluara nga qeveria. Të bësh retushin tualetin e Lubi Ballukut, e Edi Ramës, e Karçanajt drejtoresh e tendrove ku njerëzit mirëshin peng, do të thotë ti je më kriminal se ata. Do të thotë ajo që e ka përsëritur zonjë, se mafja e fjalës lirë është mafja më e rrezikshme e kësaj toke, sepse e para është fjala. Sigurisht vim tek mendimi juaj, është plotësisht I vërtetë. Me këto emisione duen me çdo kusht
të përligjin krimin, të përligjin vjedhje. Edi Rama nga një ranë lufton të bëjë ligje të çojnë parlament për mbrojtur, në studiot televizive, shpall pa fajësira bën tualete, kriminaleve apo kriminaleve të damkosur, duke dëshmuar një tentativë për të kriminalizuar gjithë shoqërinë. Dhe kjo është absolutisht dëshmi edhe njëherë e kapjes së të mërshme të mediave nga qeveria e shtrimit tyre në mafje. Mos harroni se kur qendrështarë dhe opozitarë protestonin kundër vjedhjeve të Ballukut dhe bandit me uniform i gjurin ata me gaze helmuese të skaduara, i njëjti televizion që mbahet me paratë vjedhura të taksave, shpreh se helmet e skaduara janë përdorur që t'i dëmtojnë më pak protestuesit. Kurse në rast në fundit përpiqet në paraqiste të përbllyer e të papërlyer një hajdute të pamshirë, që ka fshehur 10 milion pasurive dhe të dokumentuara, sajonin truke të turpshme, sikur gjoja ajo që në ka viktim me një videoje, po kush po qanë kokën për videot e saj njërën rrëth para më topë. Qytetarët kanë hallet e vjedhjeve të saj, po çka bërë ajo s'kan kush kokën për te. Dhe që asnjë video s'është shfaqur. Po duhet ta largonim mendjen, shikonin thonë dhe kjo zonja e papërlyer. Edhe kësaj bën video. Shiko deri ku shkon kriminaliteti në studio televizive, manipulimi, ndaj dhe qëndrimi i Partisë Demokratike i hapur i prerë. Vetëm se u mashtrojnë ju të dashur qytetarë, vetëm se përpiqen të manipulojnë të vërtetat, vetëm se përpiqen të trillojnë për të mbrojtur padron që u japin paratë që vjedhin nga ju. Klisman Mhielli. Përshëndetje doktor, duket sikur çdo gazetar dhe analist i majt dhe i djath po bën çmos që t'i thuhet këtij populli që ju dhe Rama jeni në një marrëveshje të plot për çdo reformë. Unë si qytetare kërkoj nga ju që të bëni denoncim për të vendosur dinjitetin në vend, ose kësaj shoqërie do t'ju mbushat mendja që jeni në marrëveshje dhe humbja tjetër do t'jetë si ajo e Berlusconit 9-5%. Faleminderit. Çfarë ndodh këtu i dashur? E gjithë ky serial mafioz ka vetëm një qëllim. Mos harro. Se Edi Rama bën zgjedhje dhe opozita humbet zgjedhje. Një mashtrim monstruoz, të cilin, për hir të vërtetës, pa diskutim, për merit të Partisë Demokratike, e faktoi para shqiptarëve dhe botës sa i bën jo zgjedhje po fars. Tani, pasi u kap në fyt se zgjedhjet i ka të tipit partisë shtet, se administratën e ka shtruar në polici politike për zgjedhjet, se përdor jo miliona po miliarda euro për të grabit votën, të gjitha dokumentuara me dokumenta. Pasi u faktua se qëndron në pushtet duke plaçkitur votën dhe ushqen shushujat me parat që u vjedh qytetarëve, duan të krahasojnë Berishën me Ramën,
që absolutisht është një lloj sikur të krahasosh anën e ndritur me anën e zezë të hënës. Në çdo lloj aspekti. Por ata që spekulojnë janë dhe primitiv, se në fakt ndaj Sali Berisha e Edi Rama ka bërë gjithçka që do bënte baba i tij përveç asaj që se internon dot edhe se që mund bënte ndaj kundërshtarit politik, nga atentatet në mes të rrugës, tek arresti në shtëpi dhe akuzat falso, tek marrja e vulës partisë e tjerë. Ndaj dhe o mik, ata që bëjnë krahasime duan të mbrojnë Edi Ramën, po Edi Rama është një bastard i atyre që i xhelatëve të regjimit, që ka futur në këtë regjim moralin e mëparshëm, ka rikthyer, ka fazët e xhamit. Në një vend antar të NATO-s, turp i dhellë, në një vend që ecën drejt Bashkimit Evropian, turp i dhellë, tregon veten se është një spirokolek apo kryesaçram i vërtet. Pra, çfarë bëjnë? Pasi është dëmkosur me gjitha këto, hajde ta krahasojmë me Sali Berishën. Dhe kjo është në çdo lloj aspekti. Një njeri i shthurur në çdo drejtim. Një njeri që po i rrudhet truni nga droga, me shenja të sigurta. Nuk e shtojnë dot krahasorët. Nuk e shtojnë dot as sulmet që i bëjnë opozici. Jo. Përkundrazi, opozita sot është më fortë se kur. Është e vetmja opozitë në diktaturë që nërmerr kryerritje të fuqishme paqësore do i vazhdoj ato. Dhe do eci sigurt drejt largimit këtij nga pushteti. Po, në qoftë se thuhet e ke fjalën për reformën territoriale, i nëror zotëri, ju mund të mos u pëlqej, por ju garantoj se janë 10 mira mbështetës dhe demokrat që kërkojnë që Partia Demokratike të marrë pjesë dhe të mbrojë interesat e qytetarëve ku janë zhdukur bashkitë dhe komunat. Dhe nuk mund t'i japim ne luksin e Edi Ramës të na sulmojnë të thonë se ju nuk ishit. Ne ishim dhe do mbrojmë interesat e qytetarëve. Së dyti, dhe në asnjë reformë tjetër, së dyti, reforma zgjedhore. Po, i dashur mik, që në vitin 2021 gjersot, unë ju kam deklaruar me 10 herë, me 100 herë mos më shumë, se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka, por unë do mbroj votën. Do mbroj votën. Ka patur pseudo-demokrat, ka patur banalist, që thanë ku mbrojt vota. Vota nuk mbrohet me Kalashnikov nga një parti demokratike. Jo. Vota u mbrojt kësaj here, ja u thëmë në mënyrë të shkëlqyer. Lexoni raportin e Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, i cili në paragrafin e parë për zgjedhjet thotë se kuadri zgjedhor i Shqipërisë lejon zgjedhje krahas kompetitive, por në këtë zgjedhje linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave të partisë u shua. Do thotë zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Ne qëndruam
me forcën më të madhe, me durimin më të madh, me qindra fakte, dokumenta, ja ku është një libër këtu. Ky libër i ndëruar është dërguar në të katër anët e botës që provojnë se Edi Rama nuk bëri zgjedhje. Pra, por rekomandimet për përmirësimin e kodit zgjedhor janë të domosdoshme që të marrin pjesë, në qoftë se ne nuk marrim pjesë, marrim përsi për vetë fajsin pastaj. Çka nuk mund të ndodhi. Nuk përzihemi ne me asgjë me reformë, thjesht një përpjekje dështuar Edi Ramës për të mirësuar figurën e tij duke u krahasuar me Sali Berishën, po të krahasosh Edi Ramën me Sali Berishën, është si të krahasosh një njeri me djallin. Albanian Americans. Doktor, pse nuk nxirrni pjesë nga dosja Balluku ose Agasi? Thuhet që në shumë paragrafe del dhe Edi Rama. Fundja detyra e opozitës është të denoncoj, apo jo? Dosjen Agaci nuk e kemi. Agasi. Jo. Dosja Balluku të garantoj se çdo gjë substanciale ka dalë. Për këtë të garantoj 100%. Por pse nuk publikohet dosja? Antarët e Komisionit Mandateve të Partisë Demokratike dhe të partisë tjetër kanë firmosur para prokurorëve një deklarat në të cilën janë zotuar se do mbajnë sekretin. Dhe pse respektojnë? Sigurisht do të respektojnë, një lojalitet se ti nuk mund të kërkosh. Ti nga një anë, më çudit se nga një anë kërkojnë të respektojnë drejtësinë, nga ana tjetër kërkojnë të hudhin poshtë kërkesat e drejtësisë. Pra, aty ka dëshmitar të penduar. Dhe ne nuk mund të nxjerrim dëshmitar të penduar. Kur? Nxjerrja e një dëshmitari të penduar është një tradhtim ndaj kushtetues, ndaj ligjit, funksionimit të shtetit ligjor. Unë besoj se dhe ju jeni dakord me mua që kjo dosje për këtë arsye nuk mund të dalë. Ka dëshmitar të penduar.